drejt kishës së Shën Ilias në fshatin Pleshisht, ose e njohur ndryshe edhe nga banorët edhe si kisha e Shëndëllis, kështu njihet nga banorët e zonës, kisha e Shëndëllis, por gjithashtu është dhe emri zyrtar është kisha e Shën Ilias. Kisha ndodhet në kodrën e fshatit, nga ku mund të shikoni një pamje të qartë të gjithë Mokrës, pra të gjithë Mokrës, duke përfshirë edhe mokrën e sipërme, por gjithashtu edhe mokrën e poshtme. Nga kjo kodër do keni, si do ta shohim pak më vonë, do kemi një pamje të qartë të gjithë zonës së Mokrës deri në afërsi të Quksit. Dhe do shikojmë disa fshatra të tjerë të zonës së Mokrës. Kisha vlen për të theksuar që është shembur gjatë kohës së komunizmit, në momentin kur Shqipëria u shpall një vend ateist, kisha u shemb dhe u rindërtua përsëri nga banorët pas viteve 90. Është ndërtuar përsëri nga banorët e fshatit, pra të dyja besimet fetare, si fiset muslimane, po ashtu edhe fiset ortodokse, kanë investuar për të ndërtuar kishën e fshatit, pasi kjo është një kishë ku të dyja besimet, pra si banorët e besimit musliman, por gjithashtu edhe banorët e besimit ortodoks, vinë shpesh për të lutur për shëndetin dhe të afërmit e tyre. Kisha, siç ju thash, ndodhet në majën e kodrës së fshatit, është ndërtuar me investimin e banorëve të fshatit, pra ja ku është edhe kisha, edhe kryqi lart, ndërkohë që nga këtu tani mund të shikojmë disa prej fshatrave. Pra diku këtu ndodhet fshati Pleshisht, fshati ku edhe kisha ndodhet, ndërkohë që më tutje mund të shikoni edhe malin e Kozisit. Në krahun e djathtë mund të shikoni fshatin Dunic, ndërkohë që kalojmë në pjesën tjetër ku do të shikojmë pak pjesën e Hondishtit, diku këtu ndodhet fshati Hondisht, ndërkohë që pak më tutje mund të shikoni shkëmbin e Lëngës, dy fshatrat, fshati Qezma e vogël dhe Qezma e madhe, dhe më tutje mund të shikoni Lenien edhe shkëmbin e Lëngës. Vlen për të theksuar që pikërisht në këtë zonë, pra në këtë pjesë mali, diku këtu drejt, mund të shikoni edhe ndarjen, pra diku tutje atje është ndarja e Loginës së Shkumbinit. Pra këtu ndodh ndarja midis mokrës së sipërme edhe mokrës së poshtme. Pra nga këtu është mokra e sipërme dhe tutje poshtë mund të shikoni fshatin Slabinj, më tutje mund të shikoni edhe fshatin Somotin, fshatin Proptisht. Ndërkohë që pjesa këtu, duke filluar nga Qezma, Pleshishti, Trebinja, edhe më tutje janë pjesë e mokrës së sipërme. E shohim edhe një herë kishën e Shën Ilias, një ndër kishat me pamjen më të bukur të mokrës që mund të gjeni. Ndërkohë që nga këtu kemi një pamje të plot të fshatit, pra fshatit Pleshisht. Kjo është pamja e plot, këtu ndodhet fshati Lagja e Kërkov, diku këtu ndodhet edhe kisha e Shënkollit, diku këtu është kisha e Shënkollit, pra kjo është lagja e poshtme, më tutje më pas kemi lagjen e sipërme, pra lagjen Pleshisht, dhe lart fare është lagja e sipërme, pra lagja Bojan. Kjo është pamje e gjithë fshatit Pleshisht. Ndërkohë që pak më poshtë mund të shikoni edhe rrugën e re, rruga Qukës Qafpllocsh, e cila kalon shumë pranë fshatit.